Se zonja Osmani hynë në zgjedhje, ngarë zgjedhore, me njënën prej partive cilën në, paka shumë po aludohet në se cilën mund të rikëthim LDK, unë besoj që kemi po një rivalitet që ka me qenë befasus, nëse e krahasojmë rivalitetet e deri tashme, edhe krejt këto bazu në të kalume në akterve politik për cilë po flasim, pra, sepse për me e parashiku, do të tëtë një të ardhme paka shumë reale, do të me ju këthy me pasë se qka ka ndodhë në të kalumen. Të i njoft edhe të i ditë historinë politike të Vjosa Osmanit, të Albin Kurtit, unë e pres një rivalitet shumë interesant edhe ka me kanë dështë edhe deri në nivellet të paskrupullësis, nëse mundëm me thonë, që edhe qytetarët kanë mu befasu, sepse krejt të e thamë për shkak të inateve personale që i kanë që i kryojnë. Edhe mos të arrojmë se shumë njerës do të t'i kanë konsideru si babë e nonë. Po, ka qenë faktikisht tandemi apo binomi super i sukseshëm edhe baba me nonën kur doa, na e ke pash kur ka ndarje në shpi. Rivaliteti më i ashpër është ato ku ka ndarje, do të tëtë në rast të divorcit, to ma e dinë si avokatun, e di qyrin me myt njëri tjetrin tani. Ata kanë jetu 20 vjetë bashkë, po pse këshyr me myt njërin, ma nuk e ka atë problem. Pra, kështu që edhe këtë... Ju proponi pra që të analogji në krasim, pra presni që rivalitetit jetë i ashpër. Pres që rivaliteti ka me konë shumë i ashpër dhe këta ndoshta do duhet mirë të kenë kujdes në fushat zgjedhore se qka do shpërfaqin publik e qka nuk do duhet shpërfaqin publik, mirë po ndoshta në nervozësi për edhe nga inati tepër i madh që do krijuat, do shpërfaqin dhe sanet që ndoshta nuk do i bojnë edhe kur gjotë mirë Republikës Kosovës. Nëse lejan veç mund ndërlidh me këte, unë menoj që nuk duhet të ketë fymi, edhe nuk duhet të ketë faktikisht nga asnjona, nëse të jemi asnjona po. Kjo së ndodhë, do të gashë e din të mena qashtë po të jetë që një ka më ndodhë. Na shqiptar jemi, a din se gabimet eventuale që fare dikush i bën, nuk duhet që dikush, pa emna po folim që deri dje, e ka pas në derin matë madhë që të atakoj Vjosa Osmanin si presidente dhe ditën e nesër me do të pas asaj që aja nuk u propozua si presidente arshme me fillu me statusa në këto rjetet sociale që janë shumë gëdetshme. Zëgash e kam një pyetje une. Edhe une, qështë nëse janë 30 sekundë. Na e kemi pa për shemull kryetarët partive të saktuara, që ditë e natë edhe në studion e juj, jo të ju në emisionin e juj, të thotë që kanë qujtë Albin Kurtin, kryeministrin e Kosovës, jo është i Serbis, jo është i Rusis, jo shpion i Serbis, jo shpion i Rusis. Pa jo këthynë vot për Albin Kurtin, sepse ditë ato janë pralla hesapi. Tash, nëse fillojnë aktivist televizis vetëvendosje, a që ta fynë Vjosa Osmanin, mas shumë t'je dëmtojnë vetëvendosjen, jo Vjosa Osmanin. Kanë fillu edhe deputet, jo veç aktivist. Po, jo, unë e thëmë aktivist që janë ma pak se deputet, po nëse fillojnë deputet, me fy Vjosa Osmanin, do të tëtë, ata thjesht qojnë vota në të armen për Vjosa Osmanin edhe dëmtojnë lëvizjen vetëvendosje, sepse